Ndërkohë tani do të lidhemi live me ish kapitenin në kombëtarës shqiptare, Altin Lala, i cili do të bëjë një bisedë të shkurtër me neve në lidhje me gjendjen e kombëtares, si është dukur kombëtarja gjatë muajit tetor dhe një lloj ndoshta prognoze të kombëtares në muajin nëntor për ndeshjet e rëndësishme ndaj Andorrës edhe ndaj Anglisë. Përshëndetje të gjithëve. Si e shikon kombëtaren si e pe në muajin tetor fillimisht edhe më pas bëjmë një lloj prognoze edhe për muajin nëntor? Po të flasim ndeshjen me Serbinë që ishte ndeshja më e rëndësishme, po themi e këtyre viteve, jo vetëm për anën sportive, po dhe për anën tjetër, duke parë që ishte këtë kundërshtar kishin përballë. Plus edhe rënditja në klasifikim, qëllimi i ynë ishte të zënim vendin e dytë dhe për momentin ne kemi shansin ta vendosim, po themi në ndeshjen tjetër që kemi me Andorrën, kështu që atëherë kemi arrit gjithë objektivat. Si të duk gjendja e kombëtares? Ke parë besoj një lloj tranzicioni të kombëtares ndër vite. Si e shikon? A ka një potencial kjo kombëtare për të shkuar në botror, për të bërë mirë? Sigurisht është play-offi përpara, por nëse do ta shikojmë në perspektivë në një rritje, ka pasur një ndryshim në vitet e fundit? Patjetër që po. Me ardhen e Silvinjos u kualifikuam në Eurocup. Patëm pak luatje, po themi në disa ndeshje që nuk ishin performanca, nuk ishte edhe aq e mirë. Kjo më varet edhe pastaj nga ana fizike ose lojtarët individual, cilët luajnë skuadrat e tyre nuk kanë pasur performancat e tyre më të mira. Por tashmë skuadra, po themi, është e konsoliduar. Her pas here vijnë dhe lojtarë të ri që prap japin, po themi, një kualitet të shtuar kombëtarës. Dhe kjo është gjë kryesore. Në total prap dhe herë kur hodhet shorti, qëllimi ynë ishte zënë vendin e dytë dhe këtë po themi akoma se kemi arritur, po jemi në një pozicion jashtëzakonisht shumë mirë. E kishe menduar në momentin që u hodh shorti që ne do të kishim kaq shumë shanse për të qenë në vendin e dytë, apo ishe pak skeptik ndoshta edhe nga kundërshtarët që kishim? Kundërshtari unë direkt ishte Serbia dhe ato dy ndeshje ne i zgjidhëm shumë mirë, pavarësisht edhe në Shqipëri do kisha shumë qejf ta kishim fituar atë ndeshje, po sidoqoftë fituam në Serbi ku asnjëri se priti. Ishte një ndeshje shumë sensibil, ju keni qenë vetë aty e pranishme. Unë e kam provu për fat mirë ose të keqen ku kemi luajtur në Serbi, që kanë qenë zëvendës trajner me Devjazin dhe është një presion jashtëzakonisht i madh, pavarësisht se ndeshjet ndryshuan edhe nga siguria, nga sensibiliteti që kishte edhe para ndeshjes. Dhe ajo fitore ishte e madhe, siç e thashë më përpara, kështu që unë kisha besimin tim që ne kishim shanset tona të arrinim vendin e dytë dhe për momentin dhe herë, ajo ndeshje me Andorrën është jashtëzakonisht e vështirë, se shumica njerëzve e kanë luajtur ndeshjen pa u luajtur, kështu që kush ka luajtur futboll e di shumë mirë që ne shpesh herë patëm edhe me mos gaboj me Gibraltarin ku luajtëm një performancë jo aq të mirë, kështu që pavarësisht ishte ndeshje miqësore. Ndërkohë kam në total ndërkohë kam Tefik Osmanin, Florian Rizën dhe Sokol Arecin që besoj do duan të bëjnë disa ndërhyrje të vogla dhe pyetje ndoshta. Jo, Lalës doja t'i thosha ku e ka ndier Lala, sepse emocionet janë mëdha, po si e ka ndier Lala, ka fituar kundra Greqisë këtu, sepse ne kemi dy rival, domethënë si Greqinë edhe Serbinë, ku i ka patur më shumë emocionet, ka patur emocione kur e ka parë ndeshjen nga televizori dhe ajo me Greqinë na bëi pak diferencë. Me të në të që është shumë pyetje me vënd, po ndeshja që kam pasur më tepër presion në karrierën time ka qenë ndeshja me Greqinë. Ka filluar ndeshja dhe ka mbaruar ndeshja me Greqinë dhe unë nuk i ndija këmbët e mia akoma. Kemi pasur para asaj ndeshja, ka pasur shumë tifoz, aq shumë presion për mos me zgënjy njerëzit ishte jashtëzakonshëm. Kurse kjo ndeshje nga po themi nga televizori është pak disi ndryshe, ke më tepër emocione se ti nuk je në lojë. Si futbollist ku performon, janë ato 5 minutat e para që ke pak emocion, pastaj bie çdo gjë
Lala, normalitet. Ti ke qenë dhe kapiteni kombëtares, ndërkohë besoj e ke ndjekur kombëtaren në këto vite. Ka ndonjë lojtar i cili të bën përshtypje, ndoshta edhe në pozicionin tënd ose në frymën e grupit në përgjithësi, se ti ke qenë dhe kapiten sigurisht. Të rinj të mbase ose pruret e reja të këtyre ndeshjeve të fundit. Unë me të në dhe qeshe kam thënë dhe shumë herët, Aslani është një lojtar i shkëlqyer që luan pothuajse ke njëjti pozicion pavarësisht se unë kam qenë lojtar më tepër defensiv, por ai është një ndër lojtarët më kryesor të kombëtarës, edhe Gjimshiti është një shtyllë shumë e rëndësishme, por dhe gjithë lojtarët e tjerë, unë mendoj që ka kualitet në gjerësi, do të thoya që trajneri ka mundësi të zgjedhë, siç e thatë ajo më përpara, dhe në anën ofensive ka shumë lojtarë të cilët mund të luajnë ose dhe po të kesh dhe vëndësime nuk humbin atë kualitetin e skuadrës. Kështu që kombëtarja ka pas zhvillim gradualisht, dhe jo vetëm nga skuadra, por edhe nga të gjitha anët, nga infrastruktura, stadiumi, fushat, ata që punojnë federat, për shembull, si dhe këta që zgjedhin talentet, siç është Petik Osmani, i cili më përpara ka pas një pseudonim Nesta. Ashtu luan, i ka pëlqyer Nesta më përpara, ka, po themi, tash i ke zgjedhësh edhe më tepër lojtar 3, edhe që nga U15 deri ke U21 ka lojtar cilësor, cilët premtojnë për të ardhmen. Ndërkohë, Lala dhe një ndeshja e fundit ndaj Jordanis pati edhe thyrje në një rekordi të rëndësishëm, sepse ti ke luajtur në fushë me ish kapiteni Lori Kcana, Elseid Hysa, i cili është rekordmeni i ri i kombëtares me më së shumti ndeshje nga të gjithë lojtarët. Si e pritet këtë moment, si të duk? Është ndoshta sigurisht që ai nuk është në fund të karrierës, ka akoma shumë vite përpara, por një pikë e rëndësishme e karrierës që arriti pikërisht në shtëpi duke luajtur në Air Albania edhe në një moment shumë të rëndësishëm të kombëtares. Më bë qefi jashtëmase për faktin që ka pas dhe shumë kritika për Hysajn, që disi dikur me vend, dikur pa vend, të thoja, ka pas edhe ato luatet e veta, por bësh gjithë të ndeshje me kombëtaren është një rendiment i jashtëzakonshëm, dhe unë majmën që ndeshjen e parë ku është aktivizuar në, mos më gaboj, Norvegji, dhe ja kam thënë, nuk e di ai ndoshta se mas ndeshjes, një fel u fut në atë lojë, nuk e di, mos gaboj, pjesën e dytë dhe luajti sikur kishte luajtur 20-30 ndeshje me kombëtaren, dhe i thash, do kesh karrierë gjatë dhe do jesh një shtyllë kryesore për kombëtarët. Këto 5-6 ndeshjet e fundit ai ka qenë një ndër lojtarët më të mirë që ka dhënë performancë jashtëzakonshme, dhe më shpërqef dhe më tepër për këtë gjë sesa për rekordi. Rekordi është aty për të thyer, dhe mendoj që ky ka dhe akoma shumë për dhënë për kombëtaren dhe do ta kalojë edhe 100 ndeshje dhe më tepër. Kështu që e rëndësishme natyrisht rekordi nga një anë, po më e rëndësishme është që performanca e tij ka qenë jashtëzakonisht e mirë. Ndërkohë, Sokol Areci do të bëj një koment ose një pyetje. Altin, përshëndetje. Duke referuar asaj që ti the që në ndeshjen e parë në Beograd ti ke qenë stol, dhe ndeshjen tjetër padyshim e ke ndjekur nga ekrani, emocionet në këto dy ndeshje, ku kanë qenë më të mëdha? Po janë ndeshje të ngjashme po themi në Serbi, lojtarët ose jo shumë njerëz e kanë pritur që ne do fitonim atë ndeshje. Unë kisha një qasje shumë pozitive, biles vash edhe rezultatin tim 0-1 që do fitonim në Beograd, jo që thash thjesht për populizëm, por kisha besim që sepse e di dhe serbët nuk janë gjendjen e tyre më të mirë, plus që kanë dhe presionin e tyre politik që duhet ta fitonin atë ndeshje në dojmos dhe kishin një presion negativ, kurse nga ana skuadrës tonë kishin presion pozitiv, kështu që unë mendoj kjo ndeshje ishte nga emocionet ishte pak edhe më larg se e Greqisë.
Lala, ndërkohë rrugtimi i kombëtarës sigurisht që kalon nga ndeshjet e nëntorit, që siç e thatë edhe ju, është shumë e rëndësishme pikërisht ndeshja ndaj Andorrës, por duket sikur matematika duhet të bëjmë shumë mirë ne, patjetër që të jemi në garë, por nga ana tjetër duhet të bëjmë edhe disa llogari që se si mund të rezultojë Serbia në ndeshjet e saj. Si shikon ndeshjet e nëntorit? Me këtë ritëm që ka luajtur kombëtarja në muajin tetor, ndoshta duke përfshirë edhe shtatorin edhe qershorin, një lloj parashikimi edhe se si ndoshta duhet të prezantohemi. Unë mendoj tash kemi bërë një ndeshje me Serbinë që është ndeshje historike dhe kjo ka mbaruar tashmë. Kemi festu, i kemi përgëzuar çunat, por beso unë jam më tepër po themi ke fokusimi ndeshjes me Andorrën dhe në futboll llogarit nuk funksionojnë asnjëherë ose nuk dalin ashtu siç ti mendon. Kështu që kjo është e rëndësishme që këtë ndeshje të jemi 120% fokusuar. Mos ta marrin me krah të lehta që po themi do fitojmë automatikisht atë ndeshjen, duhet fillojmë që nga minuta e parë të jemi fokusuar dhe të shënojmë sa më shpejt golin e parë. Kjo do ishte e rëndësishme. Dhe Serbia pati probleme, mos gaboj, me Andorrën, kështu që nuk do ta marrim si ndeshje të kryer, por duhet ta fitojmë atë ndeshje. Pastaj me Anglinë është ndeshje tjetër, asnjëri s'pret që ne ta fitojmë atë ndeshje, por prap duhet të jemi matim forcat tona dhe të jemi edhe kjo ndeshje, tymë në ndeshje, jo thjesht për luajtur ndeshjen, por t'ja bëjmë sa më të vështirë anglisë që të shënoj gol. Kjo është ideja ime. Lala, ti fole pak më përpara që në mbrojtje sigurisht që jemi më të konsoliduar, kemi lojtarë të mirë, përmendë pak mes fush Aslanin, po ndërkohë duke bërë ndoshta një analizë të gjithë kombëtares edhe tranzicion që ka pasur edhe në emra. Folem pak më përpara për Arber Hoxhën, i cili duket sikur e ka pozicionuar veten e tij në krahun e majt, nga ana tjetër një lloj ndryshimi ose mundësie që quan trajneri Silvinho në krahun e djathtë që ka provuar Armando Brojon, në qendër zakonisht kemi pasur Reimanan edhe Mirlin Daku. Se të janë dukur gjithë dinamikat, ndërkohë një prurë shumë e mirë dhe e rëndësishme si Julian Sheu, i cili duket se e ka gozhduar vendin e titularit në ndeshjet e fundit. Ndoshta një analizë të përgjithshme duke nisur nga mesfusha deri në sulm, si të janë dukur edhe çfarë mund të presim vazhdim. Julian Sheu ka bërë jashtëzakonisht mirë, luan shumë thjesht, dita nxjerri topin nga mbrojtja, është në pasimet e tij është i sigurt. Te dy luftimet ndoshta mund të jetë edhe pak më i ashpër, por nuk mund të presim gjithçka nga Julian Sheu, por ka bërë jashtëzakonisht shumë mirë. Kurse në sulm unë e shoh Brojon personalisht, nuk e shoh në krah se lëvizjet që janë krah janë disi ndryshe, më specifike se sa në sulm, se në majt sulmit, por aty kemi tashmë edhe aty 3 lojtarë, po të marrim dhe Dakun, Manajn, kështu që nuk është dhe aq e lehtë për trajnerin të zgjedhë, dhe prandaj ka kaluar dhe Brojon ndoshta në krah të djathtë. Për Hoxhën ka pasur me kombëtaren, i është dhënë me ato fillime ju dha pak shansi, disa herë ka pas dhe shans brenda nga fillimi dhe ndoshta duket ne si me frenadore duhet të jetë edhe më i lirshëm në vendimarrjen e tij. Shpeshherë hynte në triblime dhe u afronte shumë lojtarë kundërshtar dhe ka shumë topa. Ai ka zgjidhje më të mirë, po themi siç e bëri dhe gol me Jordanin, por aty duhet punoj edhe vetë nga ana mentale më tepër. Gjë e mirë që në Kroaci po performon jashtëzakonisht shumë mirë dhe unë kam thënë gjithmonë dhe kështu është që lojtarët duhet performojnë skuadrat e tyre, duke performuar mirë skuadrat e tyre vinë në një formë të mirë dhe me një vetbesim në kombëtare. Broja ka një problem tjetër që nuk po aktivizohet nuk po merr shumë minuta me skuadrën e tij në Burnley, kështu që detyra kryesore e atij duhet të jetë që zë vendin formacion në Burnley, atëherë pastaj do jetë edhe një faktor i rëndësishëm për ne. Okej, dhe Osmani ka dhe një komentar. Unë të kam ndjekur dhe ke gjetur rezultatin e ndeshjes në Serbi. Tani na gjetë rezultatin e 2 ndeshjeve që kemi, me Andorrën edhe me Anglinë, dhe besoj ke kryer detyrën. Nuk është aq e lehtë, ndoshta me thënë edhe që është ndonjëherë dalë, po dhe unë besoj që një 2-0 në Andorra do ta marrim, kurse me Anglinë s'mund ta jap. Presim Andorrën, pastaj unë kam besim që edhe me Anglinë mund bëjmë surprizë. Edhe pse mund të jetë pak e vështirë, po dita e ndeshjes. Patjetër. Dale. Dita e ndeshjes Andorra Shqipëri dhe Angli.
Shqipëri. Jepet dita e ndeshjes. Okej, po. Luan dhe Anglia me Serbinë, domethënë e zbar plotësisht grupin tonë. Pra në rast se ne fitojmë me Andorrën dhe Anglia fiton me Serbinë, vendi i dytë matematikisht sigurohet që në ndeshjen me Andorrën, kështu nuk është e nevojshme ta dish rezultatin e ndeshjes me Anglinë. Sidoqoftë. Kjo është shumë e vërtetë. Ishim me ish kapitenin e kombëtarës shqiptare Altin Lala, po unë do të lodh për pa u larguar edhe me një pyetje të fundit, sepse në ndeshjen e fundit ndaj Jordanisë patëm edhe një moment shumë të bukur ndryshimi të shirit kapitenit tek Aslani dhe më pas i cili ja kaloi Hysaj në momentin që kishte edhe ndeshjen e tij shumë të rëndësishme. Shikon ndonjë kapiten të ardhshëm në vazhdim, se tani patjetër jemi me Berat Gjimshitin, por ke parë tek lojtarët e rinj si Aslani, Mitaj, të cilët mund të jenë tek 22-23 vjeç, që ndoshta në të ardhmen mund të jenë kapiten? Po ta marrim nga kjo anë, Aslani është lojtar që luan qendër, është edhe më afër arbitrit. Tash i kanë dalë dhe ligje të reja që vetëm kapiteni lejohet të flasë me arbitrin, kështu që Aslani edhe jo vetëm si mesueshor, por është lojtar shumë i mirë dhe djalë shumë pozitiv. Dhe është një shembull edhe për trinj, për të ardhmen e futbollit shqiptar. Kështu që pastaj kapiteni është relativ, është thjesht shenjë respekti dhe çdo njeri që vesh, po themi, man qerit e kapitenit është një kënaqësi e zakonshme, kështu që do të shohim se çfarë do të ndodhë. Shumë faleminderit Lala, uroj që të takohemi përsëri edhe të diskutojmë ndoshta për ndeshjen ndaj Andorrës edhe ndaj Anglisë, edhe uroj që të jemi me rezultate të mira të kombëtarës. Shumë faleminderit.